Perëndimi i diellit mund të jetë një rikujtim që fundi i ditës mund të ketë një fund të bukur. Për shumë njerëz, përfshirë dhe veten, perëndimet e diellit janë magjike, duke ofruar një moment reflektimi dhe vlerësimi gjatë ditës. Jemi me fat që mund të admirojmë këtë fenomen natyror në çdo vend të Shqipërisë, si në qytete, fshatra, kodra, male, por dhe kryesisht në Bregdetin shqiptar, i cili është afërsisht 450 km i gjatë. Dhe kudo që ndodhesh gjatë Bregdetit, çasti është magjik. Rrugët më të bukura ose rruga më e bukur në Shqipëri është nga Saranda në Vlorë ose Anasjeltas. Kam nderin dhe rastin të shpenzoj një javë në jugun e Shqipërisë. Së bashku do shpenzojmë 7 ditë rreth Bregdetit shqiptar, nga Putriti deri në Vlorë, por meqense njohuria ime është e limituar në këtë zonë, kam dikë i cili e njeh pak më shumë. Vjen me ne nga Japonia, Zoti Gesti. Plani për këtë votim do të jetë vizitojmë disa nga vendet kryesore nga Butrinti në Zërnez gjatë Bregdetit Ion, i cili është afërsisht 150 km i gjatë, me qindra plazhe, gjire të kristalta dhe 10 atraksione për të vizituar. 7 ditë që do shpenzojmë në jugun e Shqipërisë nuk mjaftojnë, por mund të marrim një shije dhe një ide se si është. Udhëtimi jon nis 2 orë më parë nga Tirana dhe gjatë rrugës guida jon do na tregoj pak nga udhëtimi që ka organizuar. Jemi duke shkuar për në jug të Shqipërisë për të vizituar disa nga fshatrat më piktoreske dhe nga Bregdetet më të bukura. Do shikojmë disa nga gjiret më të veçanta dhe më të vigjra, si gjiret e Qipes, të akvariumit, të Filipurit, të Gramës, të Dafinës dhe shumë atraksione të tjera të veçanta. Kemi rezervuar një hotel shumë bukur në Potam, në Himar, që është vjet parë dhe mesi presim të shkojmë për të shijuar perëndimin aty. Vazhdojmë rrugën. Gjatë rrugës do të vëzisim nëpërmjet Vlorës, në Lungomare dhe në tunelin e ri në Dhogara, i cili është hapur përkohësisht për sezonin turistik në korrik të 2024-s. Me sa duket koha nuk është në favorin ton, por ndoshta do të ndryshojë së shpejti. Megjithatë, gati 3 orë më vonë arrim në Himar, ku do flejmë për 7 netet e ardhshme. Ajzuar, ju përshëndesim me film sapore në Potam të Himar. Duhet të them, çfarë bën hotelin tej masë të bukur është pamje nga deti dhe sigurisht perëndimi i diellit, që do të kemi mundësinë të shijojmë madje dhe këtë pasdite, pasi koha sërish është në favorin ton. Pasditën do shpenzojmë me kajak në plazhin e Potamit dhe për sa i përket pamjes, pasërtisë e ujit, mund të them që filmimet flasin për vete. Atë ka bërë të kuqen tani. Ikën shumë shpejt tani. Tani ikën sikur jep gaz. I me duket me syre. Do të vazhdojmë mbrëmjen në Himar, edhe pse është muaji shtator, duhet thënë që ka shumë vizitorë dhe turistë, dhe mund të filloj të kuptoj pse. Për darkë kemi disa pjata tradicionale të zonës. Për ëmbëlsi kemi tiramisu. Ta shohim. Himara është një qytet e vogël bregdetare me një popullsi prej afërsisht 3000 banorësh. Është vetmja qytet e cila ka bashki gjatë Bregdetit, midis Vlorës dhe Sarandës. Por gjithashtu është i vetmi vend përveç qyteteve i cili ka port dhe mund të bësh ekskursion një ditor nëpër plazhe dhe gjire, kryesisht aksesueshme vetëm me varg. Jemi në mëngjesin tonë të parë në Himar, po bëmi gati për të ikur me xhiro me varg, për të parë disa nga gjiret më të bukura që ka Bregdeti i Jugut, kështu të vazhdojmë edhe të shikojmë. Ekskursioni me varg zgjat afërsisht 1 orë. Sot kemi zgjedhur plazhin e Gjipes për të nisur ditën. Por pak më parë do vizitojmë disa shpella. Njëra është shpella e manastirit, ku do bëjmë një ndalesë të shkurtër afërsisht 10 minuta. E
Bukur e kësaj shpellë është që pas zhytjes në ujërat e kristalta, mund të hysh në shpellë dhe të dalësh nga ana tjetër, nëpërmjet këtij kanali natyral. Dhe pas 20 minutash ndalesa tjetër do të jetë shpella e piratëve. E bukur e kësaj shpellë është se e gjithë varka mund të lundrojnë brenda në shpellë. Shpella e ka marrë emrin nga piratët, që thuhet janë fshehur nga piratët e tjerë. Padyshim, ky është një nga vendet më të bukura dhe më të vizituara me varg oceanie. Shëtitjes me varg, na solli varga tek plazhi i Gjipës, është era parë që vi këtu. Çadra është 20.000 lekë shazlloni për 2 dilje. Është plazh shumë i bukur, fantastik. Shikoni edhe këto pamjen me dron, edhe do vazhdojmë udhëtimin ton në plazhet e mëtejshme. Plazhi i Gjipës, ndoshta plazhi më spektakolar në Shqipëri. Për shkak të ujërave turkuaz të kristalta, por dhe fakti që ky plazh është i shoqëruar në sfond nga kanjoni dramatik i Gjipës. E bëjnë këtë vend fantastik për admiruesit e natyrës, por dhe ata që duan të relaksohen në ujërat e kristalta. Përshëndetje. Sapo mbaruam plazhin, e kishim mbetur pak më tepër, por u prish koha. Ti ku shap. Ku shap. Sikur janë të mirë. Megjithatë, relaksion do jetë pak më i shkurtër, pasi duhet të largohemi pak më herët për shkak të ndryshimit të kohës dhe do të kthehemi sërish në Himar. Ku çuditërisht gjatë pasdites, koha qetësohet dhe çdo mend që do shfrytëzojmë rastin të zhytemi në plazhin e Potamit. Ditën e nesërme do konsumojmë mëngjesi shpejt dhe drejtohemi akoma më në jug, së pari të vizitojmë Syrin e Kaltër, i cili ndodhet në qarkun e Sarandës, afërsisht 2 orë larg ose 70 kilometra. Me këtë kohë me diell dhe temperaturat gati 35 gradë Celsius, janë kushtet ideale për të shijuar rrugën, aq shumë piktoreske, por dhe për të bërë disa ndalesa të shkurtëra për të shijuar bukuritë e Bregdetit. Në plazhin e Borshit, është një ndër plazhet më të mëdha që kemi, ka një vibër të tarit prej 7 kilometrash, është i vetmi vend ose i vetmi fshat që është me fe muslimane, nga të gjithë tjerë që janë ortodoks ose katolik, ka një kalat mrekullueshme, ka edhe pjesën e malit që është shumë e bukur, që është pas kalas, është Borshi i vjetër, ku ka akoma rënoja nga shtëpisat e vjetra. Ndërsa për sa i përket detit, deti është gjithmonë kristal, është shumë i pastër, edhe frekuentohet shumë, sidomos nga njerëz që janë familjarë dhe duan të shijojnë atë shqetësinë e tyre me fëmijët dhe me veten e vet. Të shijoni ditë pamjen mrekulluese. Wow, çfarë pamje! Kjo është me vërtet një pamje që të pret frymen. Megjithatë, do të kthehemi sërish ditët e tjera, sepse duhet të vazhdojmë rrugën për tek Syri i Kaltërt. Tani jemi rrugës për në Syrin e Kaltër, një nga vendet më të bukura që kemi në Sarandë. Rruga është e lezetshme, është e ngushtë. Kalojmë në disa nga fshatrat që janë shumë të vegjël, si Mesopotam, Bistrica, edhe po të vini re çdo tabel këtu, është edhe në shqip dhe në gjuhën greke. Pasi janë fshatra me minoritar grek,
edhe është një komunitet i vogël i lezetshëm që jetojnë në qetësi, janë midis Sarandës dhe Luginës Muzinës, që shkon direkt për në Kakavi. Është një pejzazh shumë piktoresk, edhe ja vlen ta shijosh duke ecur shumë mirë. Pas 2 orësh vozitje dhe me disa ndalesa gjatë rrugës, arrim në fund tek syri i kaltërt, por jo fiks te syri i kaltërt, sepse syri i kaltërt ndodhet afërsisht 25 minuta më këm nga parkimi i Posaçën. Por për ata që duan disa mënyra më komode për të shkuar tek burimi, mund të shkosh me skuter ose me tren në qoftë se mund ta quaj tren. Dhe ne siguri shkuam më këm për të shijuar natyrën, por ne vlerësuam faktin që sot ishte një ditë goxha e nxehtë. Meqense është shumë vap dhe ky shoku ka rrugë kapelën, s'ka iniciativë tjetër, po të bëhet si nga ata nga Librashti. jo nga Librashti, ata nga Dubai. Si sheik. Wow! Syri i kaltërt ose burimi i Bistricës është burimi ose fillimi i lumit të Bistricës, i cili është afërsisht 25 km i gjatë dhe përfundon në detin Ion. Syri i kaltërt është një nga monumentet natyrore që kamera nuk të jep asnjëherë drejtësinë e duhur. Me nuancat e ndryshme të ujit që burojnë me aq delikatesë, është diçka që mund ta shikosh për orë të tëra. Megjithatë, dua të thënë që temperatura e ujit është 10 gradë Celsius dhe sigurisht në këtë ditë nxehtë të vish kaq larg, padyshim duhet bërë një zhytje. Çfarë do bësh djali? Ore, është akull po lagu pak pas. Ah, ç'na the. Shtera parë që vjen te syri i kaltër është shumë bukur, sa bëra i zhytje freskova, uji është goxha i ftohtë, nuk do e bëja prap, se është shumë i ftohtë, por atmosfera është fantastike, uji është kristal, ka shumë njerëz pafund, turizëm pafund dhe çdo gjë është fantastike. Duhet thënë që uji është shumë i ftohtë. Më duket se e thash një herë, por seriozisht duhet të theksoj, uji është akull. Megjithatë, për të rifituar energji, do ndalojmë për drek në një restorant i cili ndodhet disa qindra metra larg nga burimi. Veçoria e këtij restoranti ishte sepse një sektor ishte praktikisht mbi ujë dhe përveç se ushqimi ishte shumë i shijshëm, ky është një nga restorantet më të bukur dhe të thjeshtë, të ndërthurur, aq bukur dhe me harmoni me natyrën. Për drekin ndalur ke kjo te ky restoranti tek syri blu, pamja është magjike. Gjesi çfarë na thon për vendin? No comment. Më lër ta shijoj do. Nuk më lër ta shijoj? Më lër do? Dhe kështu vizita jo në syrin e kaltër mbaron dhe do të shkojmë në disa plazhe të Sarandës. Sepse koha është fantastike, është shumë vap sot, nuk na e mba të ikim më këmbë dhe për këtë arsye do ikim me tren. Sa kushtojnë biletat? 3000 lekë. 3000 lekë për person, për të ikur 3 euro, për të ikur nga këtu në parkimin dhe pastaj do marrim makinën dhe ikim në Sarandë. Erdhi treni. Dhe kujtoj që jeni në Bogati Shkopin, treni sapo erdhi dhe largohemi. Harruam që ora ishte pothuajse 3 dhe menduam të vizitojmë plazhet pak më vonë. Ndërkohë do të ikim në pikën më të largët tek këtij udhëtimi në jug. Do të vizitojmë parkun kombëtar të Bulltrintit, një nga vendet arkeologjike më të rëndësishëm në Shqipëri. I rëndësishëm për qytetin antik të Bulltrintit. Thuhet të ndërtuar që nga shekulli i 10 para lindjes së Krishtit nga grekët. Gjatë kalimit të kohës ka qenë në sundim të shumë perandorive, nga romakët dhe vizantine deri tek venetianët, duke lënë shumë elementë dhe ndërtime të ndryshëm, që madje edhe sot janë mirëmbajtur në një gjendje goxha të mirë. Tani kemi arritur te parku i Bulltrintit, është thjesht magjik, ka një hapësirë prej gati 1 hektar, pra janë 9000 metra katror, ka shumë gjelbërim, shumë pemë të ndryshme, është shumë qetësi, edhe është një periudhë shumë relaksi që çdo kush duhet vit ta shikojë me patjetër dhe të kalojë një pasditë sa më të këndshme.
Gjithashtu duhet thënë që gjithë sipërfaqja e parkut dhe qytetit antik janë vendet e para në Shqipëri që janë mbrojtur në trashëgiminë botërore të UNESCO-s në vitin 1992. Parku Kombëtar i Butrintit është një vend shumë i bukur, i cili nuk duhet humbur në qoftë se ndodheni në Sarandë. Dhe meqense po flasim për Sarandën, një nga gjërat që të vjen në mendje kur përmendet Saranda janë plazhet, dhe kryesisht plazhet e Ksamilit, që nuk kam qenë ndonjëherë, por le t'i hedhim një sy. Dhe pas 15-20 minutash do të gjejmë veten në Ksamil. Siç njihet nga mediat, plazhet më të famshme në Shqipëri janë në Ksamil, por për sa i përket mendimit tim, do të preferoja të bëja plazh diku tjetër, pasi plazhet janë praktikisht e mbipopulluara dhe kudo prezenca e muzikës së lartë nuk mungon. Megjithatë, në qoftë se nuk keni qenë më parë, bëni një xhiro këtej dhe gjykojeni për vete. Po afron fundi ditës dhe pasditen do e kalojmë te kalaja e Lekursit, që është ndërtuar nga Perandoria Otomane në vitin 1537 për të mbrojtur nga venetianët. Sot kësaj dite funksionon si bar edhe restorant. Është një nga vendet më prestigjioze për të shijuar pasditën, pasi kalaja shikon nga qyteti i Sarandës dhe nga deti Ion. Dhe në këtë orar dhe në këto ambiente, dhe pse praktikisht nuk njohim njëri tjetrin, mund të them që të gjithë kemi ardhur për një qëllim dhe një qëllim të vetëm, të shijojmë perëndimin e diellit. Mëngjesi, është dita, nuk e mbaj mend çfarë emri, cila ditë. Sapo zgjuam dhe do na thoj zoti shofer ku do shkojmë. Atëherë sot do nisim tani një mëngjes shumë të mirë, me një tost me avokado. Edhe pak të për vete, sepse kushuar im mund të marrë sasi shumë të konsiderueshme ushqimi. Sasi të larta ushqimi për aktivitete të gjata gjatë ditës, sepse duhen. Pasi nga si sa do mbaj koha kështu, mund të vizitojmë Kalan e Himarës, fshatin e Qeparo fshat. Edhe Qeparo Village. Qeparo. Edhe dhe një ditë shumë e qetë, relaksi, thjesht të shijoni. Meqense koha nuk është në favorin ton dhe parashikohet për 2-3 ditë të jetë shi, do të kemi ndryshim total të planeve fillestare. Megjithatë, çfarë ka rëndësi është humori i mirë, pasi këto janë gjëra përtej mundësive tona. Dhe drejtohemi për Kalan e Himarës, që ndodhet më pak se 10 minuta nga Himara. Tu jemi te kalaja e Himarës, pamja shumë e bukur. Këtu shikon nga gjithë deti që është shumë i pastër, gjithashtu dhe qyteti i vogël në bregdetin e Himarës. Në fshatin e vjetër të Himarës ndodhet kalaja e vjetër e Himarës, që thuhet e ndërtuar nga kaonet. Nuk dihet fiks se kur është ndërtuar, por besohet renojat kanë ekzistuar që nga shekulli i 5 para lindjes së Krishtit. Vendodhja kalas ofron pamje fantastike dhe piktoreske, nga kanjonet e Vishës dhe kolemi i Dharit, por dhe deti Ion. Pavarësisht peizazheve të bukura, kalaja padyshim mund të ishte mirëmbajtur në një gjendje akoma më të mirë. Dua të them, mund të kuptoj se sa është mirëmbajtur dhe kujdesur kur brenda në kala ka kotec pulash. Megjithatë, do të largohemi në një vend pa pula. Le të vazhdojmë në një nga fshatët më piktoresk që kushuajm shumë qejf. Vazhdojmë. Atëherë njerëz, jemi në fshatin e vjetër të Qeparos, mbi mal. Një nga fshatrat më piktoresk në Shqipëri. Është shumë bukur, është një sfidë e vogël të vish deri këtu, sepse rruga nuk është shumë e shtruar, por peizazhi është fantastik. Diçka tjetër nga fshati është i vjetër dhe shumicat e shtëpive janë shkatërruar. Fshati i vjetër i Qeparos është ndërtuar rreth 1000 vite më parë. Vendodhja është thjesht spektakolare. Mund të shikosh nga Kulla e Lipashës, e cila ndodhet 1 kilometër larg nga fshati.
Pamja dhe pejsazhet që mund të dëshmosh gjatë Bregdetit nga kodrat që zbresin direkt në ujin e kristalt, thjesht të presin frymën. Jo me kohë, ky është një nga fshatrat më piktoresk në Shqipëri. Vendodhja e fshatit është një nga arsyet që e bëjnë fshatin aq piktorez dhe të bukur, por dhe një nga shkaqet që sot kësaj dite është pothuajse i braktisur, por gjatërohet gjatë sezonit të verës nga pushuesit. Fshati është vërtet i bukur kur e shikon nga lart, por kur ecën në fshat të le të dëshirosh të ishte mbirmbajtur më mirë dhe të kishte përmirësim të infrastrukturës që nga aksesi në fshat dhe më shumë facilitete. Tani jemi në plazhin e Potamit, ku është prishur vjeshi dhe është një eksperiencë unike, shumë e bukur, diçka që duhet përjetuar. Dhe pse koha u përkeqësua, ky nuk ishte justifikim për të mos shijuar plazhin e Potamit në Himar, dhe mund të them që kjo ishte një nga eksperiencat më të bukura dhe të paharrueshme gjatë këtij udhëtimi. Për sa i përket pasdites, do kalojmë në një nga vendet të preferuara të Gjestit, që në fakt nuk është aq larg nga Himara. Në gadishumin e vogël të Himarës, poshtë pemëve të pishave, ndodhet një nga kampingjet më të mëdhenj në Himar, që do të kthehemi sërish ditën e nesërme, ku do të qëndrojmë dhe do të flasim pak më tepër. Po, kemi ardhur pak vonë, por pamja është ende fantastike. Dallgjet që përplasen në shkëmbit e thelpisur turbullohen dhe bëjnë një nuancë blu. Është diçka shumë e bukur. Ditën e nesërme do të shkojmë në plazhin e Vamanit. Jo për të bërë plazh, por për të bërë një xhiro me jet ski. Në vijim të ditës do të bëjmë sërish një zhytje në plazhin e Potamit, pasi koha e tillë nuk të jep shumë mundësi të shijosh çfarë Bregdeti ka për të ofruar. Gjatë pasdites vazhdojmë shëtitjen në shëtitoren e Himarës, me destinacion kampingun tek Pishat. Siç e përmenda pak më herët, ky është një nga vendet e preferuara të Gjestit dhe një nga vendet më të bukura që për vete kam qenë në Shqipëri. I bukur sepse është një vend komplet ndryshe nga qyteza e Himarës, që praktikisht është 5 minuta larg nga Gadishulli. Kur vjen këtu, pritesh në fillim nga disa çadra dhe facilitetet e kampit. Megjithatë, sa më shumë afrohesh Bregdetit, heshtja mbizotëron dhe mendimet, shqetësimet, e ardhmja dhe e kaluara fillojnë të zbehen, duke të lënë të shijosh të tashmen dhe momentin. Bukuritë e natyrës nga pemët shumëvjeçare, guret e thelpisur që përplasen nga dallgët e detit të pafundëm, duke krijuar nuancat e ndryshme të ngjyrës blu, kombinuar nga perëndimi i diellit, ofrojnë pamje që thjesht të presin frymën. Ky sinqerisht është një moment që të bën mirënjohës që vetëm ekziston në fakt dhe të lë me një ndjesi keqardhëje që nuk qëndruan për një natë këtu për kamping, ku e vetmja zhurmë që mbizotëron janë dallgët e detit që përplasen në shkëmbi. Dita e fundit e udhëtimit përmban një lajm të mirë, që koha më në fund është fantastike dhe dielli i shkëlqen. Dhe një e keqe është se është dita e fundit në jug. Megjithatë, marrim çadrën dhe do të vizitojmë plazhin e Filikurit, i cili ndodhet pak më larg nga Himara. I aksesueshëm me varg ose me këmbë nga kodra që mund të zbresesh me ndihmën e një litari. Dhe për të mos humbur kohë, nisemi me varg nga Himara, ku pas 10 minutash do të pritemi nga këto ujërat e kristalta. Plazhi i Filikurit është i veçantë për shkëmbit rreth e rrotull, me shtresat që janë formuar. Plazhi nuk ofron facilitete, ushqimi dhe çadrat duhen marrë me vete. Pra, ky po që është plazh natyral që duhet vizituar dhe admiruar për pastërtinë e ujit.
Dhe ngadal largohemi nga Himara, ku në fakt shpenzua më shumë kohë, por nuk është çudi, pasi Himara ofron aq shumë dhe jo aq larg. Do vozisim në vak pasditeje, e cila kjo do të jetë pasditja e fundit e këtij udhëtimi, pasi sonte duhet të shkojmë në Tiranë. Ndërkohë do të shijojmë peizazhet e Bregdetit, fshatin piktoresk të Dermiu gjatë rrugës, me shpresën që mund të arrijmë në Zvernec para perëndimit të diellit, pasi ai është synimi për këtë ditë. Dhe sigurisht gjatë rrugës do të bëjmë një ndalesë të shkurtër në bypassin e Vlorës, për të shijuar pamjet nga qyteti i Vlorës. Dhe më në fund pas 2 orësh vozitje nga Himara, arrim në Zvernec, ndalesa e fundit e këtij udhëtimi. Në fakt arritëm si me vonesë, pasi tashme dielli ka perënduar, megjithatë është akoma ditë dhe mund të them që javleti të vinim deri këtu, pasi gjithmonë kam dashur të vi tek ura me terrasa që lidh ishullin e Zvernecit me pjesën tjetër të Vlorës. Peizazhet dhe ambienti janë thjesht magjike, padyshim një vend që ja vlen të vizitohet sërish. Tani kemi mbërritur në fund të videos dhe ndërkohë që vazhdojmë rrugën për në Tiranë, më vjen një mendim që vetëm diçka është e sigurt. Me shumë vende akoma për të vizituar, plazhe, gjire, atraksione të ndryshme, por dhe gatishoj për të shijuar perëndimin e diellit. Padyshim jugu i Shqipërisë dhe jo vetëm është një eksperiencë që duhet rijetuar.